5 aksionerë shqiptar anonim dyshohet se qëndrojnë si nën-kontraktor pas projektit miliarda eurosh në Zvërnec, një investim që vijon të ngrej pikpyetje mbi strukturën e pronësisë dhe mënyrën se si është organizuar përmes kompanive offshore në Holand. Sipas raportimeve, secili prej aksionerëve shqiptar zotëron më pak se 25% të aksioneve, çka bën që sipas ligjit holandez identiteti i tyre të mos jetë publik. 2 prej kompanive për të cilat janë miratuar leje zhvillimi dhe ndërtimi në këtë zonë janë Albania Land Development, e administruar nga Redi Struga, dhe Zvërnec South Adriatic Development, e zotëruar në mënyrë të barabartë nga shtetësi rus Nikita Vinogradov dhe shtetësja bullgare Zoja Gjurova. Sipas një investigimi të Shteg.org, dyshohet se mes këtyre 2 kompanive janë nënshkruar 9 kontrata të dyshimta. Mes nëntorit të vitit 2025 dhe majit të vitit 2026, dokumentet e referuara përshkruajnë një zinxhir transaksionesh të shpejta dhe të shumëfishta pronash në zonën e Zvërnecit, ku sipërfaqe të mëdha toke kanë kaluar në mënyrë të përsëritur nga një subjekt te tjetri brenda një periudhe të shkurtër kohore, mes të cilave edhe grupi Kastrati. Lëvizjet e pronësisë sipas dokumenteve shoqërohen me kontrata të njëpasnjëshme, ndërmjetësime të ndryshme dhe ndryshime të ndjeshme të vlerës së tokës, duke krijuar një tablo komplekse të qarkullimit të pasurive në një zonë të destinuar për zhvillim strategjik turistik. Sipas një analize të publikuar nga një shtetase holandeze që po ndjek çështjen, kompania që zhvillon projektin është e regjistruar përmes një rrjeti kompanish Guask në Amsterdam në një strukturë me 5 nivele pronësie. Një prej hallkave kryesore është kompania Universal Properties Project BV, e zotëruar në mënyrë të barabartë nga shtetësja ruse Nikita Vinogradov dhe shtetësja bullgare Zoja Gjurova. Mbi këto kompani qëndron Blue Industries Investment Holding BV, një tjetër kompani holandeze, e cila ka 5 aksionerë shqiptar anonim, secili prej tyre zotëron më pak se 25% të aksioneve, çka bën që identiteti i tyre të mos jetë publik. Një ditë më parë, MCN mësoi se kompania Zvërnec South Adriatic Development është tërhequr nga aplikimi për lejen e ndërtimit të miratuar në janar të vitit të kaluar, çka e bën këtë leje të mos ketë pasoja juridike.